QBflow AI është një platformë që automatizon në mënyrë inteligjente proceset e biznesit, duke kombinuar AI agents, workflow automations dhe integrimet në sistemet ekzistuese. Prezantimin e platformës e fillojmë nga moduli AI agents, ku krijohen dhe konfigurohen agentët që përdoren më pas në proceset e ndryshme brenda QBflow. Secili agent ka hapësirën e vet të quajtur playground, ku mund të përcaktojë instruksionet, të zgjedhin modelin AI dhe të konfigurojnë parametrat e ndryshëm. Për të menaxhuar një projekt, mund të hapim cilin do agent të krijuar dhe të testojmë direkt në playground. Këtu mund të ndryshojmë temperaturën e modelit, numrin e tokenëve, instruksionet dhe konfigurime tjera varësisht nga nevojat e projektit. Në modulin AI Vision gjendet modelet e personalizuara, të krijuara dhe të trajnuara posaçërisht për aplikacionin. Secili model mund të hapet dhe të testohet individualisht. AI Language përdoret kryesisht për përpunimin e emailave. Për shembull, kur klienti dërgon emailin me strukturë të njëjtë për me të dhëna të ndryshme, modeli trajnohet për të identifikuar dhe nxjerrë automatikisht informacionin që na nevojiten. Përmes AI protokoll mund të monitorojmë në kohë reale funksionimin dhe performancën e modeleve të inteligjencës artificiale. Në pjesën e konfigurimit përmes modulit Data Interface mund të lidhim me Microsoft Foundry, të shfaqen promptet që përdoren në projektet e QBflow. Ato mund të modifikohen, të lidhen me agjentë të tjerë ose të përdoren direkt në modelet e krijuara në Microsoft. Procesi fillon në momentin kur klienti dërgon një email. QBflow e pranon emailin, e analizon përmes AI dhe identifikon automatikisht procesin përkatës. Platforma lexon informacionet dhe dokumentet e bashkangjitura, i përpunon ato dhe i regjistron në sistem. Brenda procesit shfaqet të gjitha të dhënat e përcaktuara praktikisht në workflow. Në bazë të statusit të procesit, AI mund të konfigurohet që të kryejë automatikisht një veprim, të ndryshojë statusin ose të vendosë një koment sa herë që aktivizohet workflow-i. Komentet dhe përgjigjet menaxhohen përmes AI tags, ndërsa proceset e AI-it ekzekutohen automatikisht në background. Në fund të workflow logs mund të monitorojmë të gjithë historikën e procesit dhe të verifikojmë nëse emaili është dërguar me sukses apo nëse ka ndodhur ndonjë gabim.